Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut dhe gjithë mëshirshëm dhe shpëlotit, falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, i familjen e tij pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur, dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetin 42 të surës Araf, Allahu i madhruar e i lartësuar thot: Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. E ata që besuan dhe bën vepra të mira, ne nuk ngarkojmë asnjë njeri për te mundësisë së tij. Ata janë banorët e xhennetit, aty do të qëndrojnë për gjithmonë. Nga ky ajet i begat, mësojmë se besimi dhe veprat e mira janë çelësi i shpëtimit. Nuk mjafton vetëm të besosh me fjalë, duhet që edhe vepra konkrete të pasqyrojnë atë besim që mbar zemra. Po ashtu, ajeti na mëson se i dërguari i Allahut është pra vula e të gjithë profetëve dhe ai na këshillon që ne të jemi besimtar të sinqert dhe punë mirë në fund. Gjithashtu, në ajeti mësojmë se drejtësia e Allahut është absolute. Allahu nuk i bën pa drejtësi askush. Askush nuk sprovohet apo ngarkohet për te asaj që mund ta përballojë. Askush nuk dënohet pa drejtësisht. Çdo njeri gjykohet sipas mundësive, përpjekjeve dhe veprave të tij. Ajeti na mëson se përfundimi i atyre që besojnë dhe veprojnë mirë është një përfundim i mirë, i përjetshëm, i sigurt dhe i merituar. Prandaj, le të jemi besimtar të sinqert. Të bëjmë çfarë të mundemi brenda kufive dhe mundësive. Pra duke mos i shkelur kufit që ka caktuar krijuesi ynë. Allahu nuk është i padrejtë dhe ai nuk e humbet shpërblimin e atyre që bëjnë vepra të mira. Në emisionin e shkuar folëm për 9 bekimet e besimit në këtë jetë. Sot do të flasim për bekimet më të rëndësishme të besimit në jetën tjetër, në botën tjetër, që Allahu ua ka premtuar ato bekime besimtarëve, siç thuhet në Kuranin e shenjtë. Në Kuran përmenden pra bekime madhështore të besimit në botën tjetër. Këto bekime janë e drejta e tyre pra e besimtarëve dhe është shpërblim për veprat e mira që ata bëjnë në këtë jetë. Prandaj, Allahu i madhruar i ka veçuar besimtarët me ato bekime, duke i dalluar nga të tjerët. Nuk ka dyshim se bekimet e botës tjetër janë më të larta në gradë, më të qëndrueshme dhe më të nevojshme për njeriu, sepse në ditën e gjykimit asgjë nuk do t'i bëjë dobi njeriu përveç besimit të tij, bindjes së tij të fortë dhe zemrës së pastër. Në çastet e vdekjes, në varr, në peshorën e veprave, në urën e siratit, në llogari
dhe në tubimin e madh, vetëm veprat dhe sinqeriteti i tij do ta ndihmojnë njeriu. Ndër bekimet më të rëndësishme të besimit në jetën tjetër, në botën tjetër janë bekimi i parë, përfundimi i mirë, pra vdekje e mirë e rehatshme. Për këtë Allahu i madhruar në ajetin 32 të surës Nahl thot: "Alladhina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaykum udkhulul janna bima kuntum ta'malun." Ata që i marrin engjujt, pra u marrin shpirti duke qenë të pastër, të mirë, u thonë paqja qoftë mbi ju. Hyni në xhennet për shkak të asaj që keni bërë. Përfundimi i mirë është prova më e madhe për besimtarin përballë tundimeve dhe vështirësive që e shoqërojnë gjatë jetës së tij. Në fund të jetës së njeriu, djalli përpiqet më shumë që ta largojë nga rruga e drejtë, por Allahu i mëshiron besimtarët dhe u dërgon engjujt që t'i presin me paqë dhe me gëzim, duke u thënë se për ta është përgatitur pra xheneti. Dhe të jenë të qëndrueshëm pra në momentet e fundit të ndarjes nga kjo jetë. Gjithashtu në ajetet 30-31 të surës Fussilet, Allahu i madhruar thot: "Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un." Që do të thot, ata që thanë Zoti ynë është Allahu, e pastaj që ndruan të drejt, mbi ta zbresin engjujt duke thënë mos keni frikë e mos u trishtoni, pra në fund të jetës pa. Mos keni frikë e mos u trishtoni dhe gëzohuni me xhenetin që ju është premtuar. Ne jemi miq tuaj në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. Aty do të keni gjithçka që dëshironi dhe çdo gjë që kërkoni. Pra, bekimi i parë është, i besimit është pra përfundimi i mirë, vdekja e rehatshme. Inshallah paqim të gjithë për një përfundim të mirë në fund të kësaj jete. Bekimi i dytë në botën tjetër është forcimi në fjalën e drejtë. Në ajetin 27 të surës Ibrahim, Allahu i madhruar thot: "Allahu i forcon ata që besuan me fjalën e qëndrueshme në këtë botë dhe në botën tjetër." Në disa komentime të Kuranit thuhet se ky ajet është i lidhur me pyetjen e dy engjujve në varr. Allahu e forcon besimtarin që t'i përgjigjet pyetjeve: kush është Zoti yt, cila është feja jote, kush është profeti yt. Dhe besimtari përgjigjet me qetësi: Zoti im është Allahu, feja ime është Islami, profeti im është Muhammedi sallallahu alaihi wa alihi. Pse? Sepse Allahu pra i forcon me fjalën e qëndrueshme besimtarët. Dhe kjo është një bekim i madh. Fraza e ajetit me fjalë të qëndrueshme nuk kupton se Allahu i forcon për shkak të qëndrueshmërisë së tyre në këtë fjalë gjatë jetës. Pra ata ishin të qëndrueshëm në fjalën se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut. Sa më shumë që njeriu e përsërit dhe mediton mbi thënien la ilaha illallah, nuk ka Zot tjetër përveç Allahut, aq më thellë kjo fjalë rrënjoset në mendjen, në zemrën dhe në shpirtin e njeriu. Prandaj, ai që e përmend vazhdimisht dhe e kupton
thellë këtë dëshmi në jetën e tij, Allahu do ta forcojë me këtë fjalë edhe pas vdekjes dhe do t'ja kujtojë në varr në mënyrë që të dalë fitimtar në atë provimin e pyetjeve të enjëve për në varr. Bekimi i tretë i besimit në botën tjetër është siguria nga frika e madhe. Në ajetin 103 të surës Anbiya, Allahu i madhuar thotë: La yahzanuhumul faz'ul akbaru wa tatalaqahumul malaika hadha yawmukumul ladhi kuntum tu'adun. Ata, besimtarët, nuk do t'i trishtoj frika më e madhe në atë ditë. Dhe enjujt do t'i presin duke u thënë, kjo është dita që ju është premtuar. Për frazën frikës më të madhe, komentuesit e Kuranit kanë përmendur disa mendime. Disa thonë se është fryrja e fundit e surit për të ringjallur. Të tjerë thonë se është momenti i vdekjes, e disa kanë thonë se është përmbyllja e zjarrit të xhehenemit mbi banorët e tij, gjë që shkakton tmerr më të madh në të gjithë krijimin. Allahu na ruaj nga zjarri i xhehenemit. Mirë po, cilatoj qoftë ajo frikë e madhe, besimtarët nuk do të friksohen për shkak të besimit të tyre. Ata do të jenë të mbështjellë me mëshirë, me qetësi, siguri dhe paqë, në një kohë kur të gjithë të tjerët do të dridhen nga tmerri dhe frika i asaj dite. Prandaj, le të jemi besimtar të sinqertë, të devotshëm, që të shpëtojmë për frikën së madhe në ditën e ringjalljes. Bekimi i katërt është përjetësia në xhennet, në parajs. Për këtë, në ajetet 10 të 11 të surës Mu'minun, Allahu i madhuar thotë për besimtarët: Ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Ata janë trashëgimtarët. Çfarë trashëgojnë? Ajeti na thotë, të cilët do të trashëgojnë Firdausin, xhenetin më të lartë. Aty do të jenë përgjithmonë. Pra do të jenë përgjithmonë në xhenet, për jetë. Dhe kjo përjetësi është për shkak të besimit të tyre në këtë jetë. Sepse ata besuan me pastërti, me sinqeritet, me devotshmëri. Besimi të dashur vëllezër dhe motra është ai që e ruan njeriu, e ruan shoqërinë, e ruan familjen nga gjithçka e keqe, nga shkatërrimi, nga degenerimi, nga degradimi. Ai njeri, ajo familje, ajo shoqëri pra që janë të lidhur me krijuesin, ata janë gjithmonë në rrugën e mirësisë, në rrugën e lumturisë, në rrugën e zhvillimit dhe në rrugën e shpëtimit. Prandaj, dhe të jemi pra besimtar të sinqertë dhe të devotshëm. Bekimi i pestë është llogaria e lehtë nesër para Allahut. Të gjithë ne do të dalim para Allahut për të dhënë llogari për veprat që kemi bërë në këtë jetë. Që të gjithë. Por në atë llogari, në atë ditë ka llogari të lehtë, ka dhe llogari të rëndë. Besimtarët kanë llogarinë e lehtë në atë ditë. Në ajetet 7 dhe 9 të surës Inshiqaq, Allahu i madhuar thotë: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا
wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Sa për atë që i jepet libri i tij në të djathtën, ai do të jap llogari të lehtë dhe do të kthehet te familja e tij i gëzuar. Llogaria e lehtë do të thotë që ati i paraqiten veprat e veta, i thuhet se kjo është vepra e mirë dhe kjo është e keqe. E më pas ai shpërblehet për veprat e mira dhe i falen veprat e këqija. Kjo është llogaria e lehtë, sepse në të pra nuk ka as vështirësi, as hetime të rrepta, as pyetje, dhe anë të tipit pse e bëre, si e bëre, qysh, nuk ka. Kjo është pra e llogaria e lehtë. Ky është ai bekimi i besimit në këtë jetë, sepse na lehtëson llogarinë në jetën tjetër. Nëse dikush do të pyete me hollësi, nuk do të kishte dot as justifikim, as dëshmi dhe do të turprovej. Por ai që kalon përmes llogarisë së lehtë, kthehet te familja e tij në mbegëzim, fitimtar, i shpërblyer dhe i sigurt nga dëshkimi. Inshallah lum ata të cilët pa janë në rrugën e besimit, të gjithë së bashku me gjithë familje, sepse të tillë inshallah do të jenë së bashku edhe në botën tjetër. Nga fraza do të llogaritet në kuptohet se Allahu e bën llogarinë drejt për drejt me robin e vet, në mënyrë të fshehtë mes tij dhe robit të tij. Dëshmia për këtë është se Allahu ka veçuar jo besimtarët, ku thot se ai nuk do t'u flas atyre. Dhe kjo tregon se Allahu u flet besimtarëve. Pra, llogaria e tyre është me nder dhe me komunikim hynor. Bekimi i gjashtë i besimit në botën tjetër është shpëtimi nga zjarri. Dhe kjo është pra dëshira e çdo njeriu. Askush nuk dëshiron të hyjë në zjarrin e xhehenemit. Të gjithë shpresojmë të jemi të shpëtuar. Të gjithë ne, kur largohet dikush nga kjo jetë, themi inshallah qoftë banorëve të xhenetit. Por shpëtimi nga zjarri ka kushtet e tij. Dhe kushti i parë është besimi. Besimi në krijuesin, në Allahun fuqiplot. Në ajetin 72 të surës Maryam, Allahu i Madhëruar thot: pastaj ne do t'i shpëtojmë ata që kanë pasur frikë Allahun, ndërsa zullumqtarët do t'i lëmë aty në zjarr të përkulur. Ndërsa në ajetin 71 po të surës Maryam, Allahu i Madhëruar thot: nuk ka asnjë prej jush që të mos kalojë mbi zjarrin e xhehenemit. Ky është vendim i prerë i Zotit tënd. Pra, sipas ajetit, të gjithë njerëzit do të kalojnë mbi zjarr. Por Allahu do t'i shpëtojë besimtarët e devotshëm, ndërsa të padrejtët, kriminalët dhe jo besimtarët, mohuesit, do t'i lërë të përkulur brenda në zjarrin e xhehenemit. Allahu na ruaj për të. A ka bekim më të madh? Të jesh besimtar në këtë jetë dhe shpëtues nga zjarri i xhehenemit në jetën tjetër? Bekimi i 7 i besimit në jetë në botën tjetër është drita që ndriçon rrugën drejt xhehenemit. Pra, në atë ditë, për besimtarët do të ketë një dritë që u ndriçon rrugën drejt xhenetit të përjetshëm. Në ajetin e 12 të surës Hadid, Allahu i Madhëruar thot: "Yawma tara al-mu'minina wal-mu'minat yas'a nuruhum bayna aydihim wa biaymanihim bushrakum al-yawm jannatun tajri min tahtiha al-anhar
khalidin fiha, dhalika huwa al-fawzu al-azim. Atë ditë, pra ditën e ringjallit, atë ditë kur do t'i shohësh besimtarët dhe besimtarët, drita e tyre do të ndriçojë përpara tyre dhe në të djathtën e tyre. Atyre u thuhet, përgëzohuni sot me kopshtet, me xhenetet, nën të cilat rrjedhin lumej, ku do të qëndroni përgjithmonë. Kjo është fitoria e madhe. Në komentim thuhet se drita e vërtet është vetë Allahu fuqiplot. Dhe drita e dijes, e cila ndriçon zemrën, është më e denjë që të quhet dritë, se sa pra drita e syrit. Prandaj njohja e Allahut në këtë jetë është drita që ndriçon në ditën e gjykimit. Prandaj ne të jemi njohës të Allahut, besimtar në Allahun, të jemi mirënjohës ndaj Allahut, falënderues, me qëllim që të jemi të shpëtuar në jetën tjetër. Nëse do të jemi besimtar njohës të devotshëm, atëherë do të jemi të ndritur në jetën tjetër. Dhe ajo dritë do të na shoqërojë, inshallah, deri në xhennet. Bekimi i tetë i besimit në jetën tjetër është pritja madhështore nga engjëjt. A ka mrekullim të madh, a ka bekim të madh. Engjëjt, melekët, të na presin, të na përgëzojnë, të na përshëndesin me fjalët më të bukura, më të mira në jetën tjetër. Dhe kjo për shkak të besimit. Në ajetin 73 të surës Zumar, Allahu i madhëruar thotë: "Wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin." Dhe ata që kanë pasur frikë, droj nga Zoti i tyre, do të dërgohen në xhennet grupe. Kur të arrijnë tek ai, pra tek xhenneti, dhe të hapen portat e tij, rojtarët, pra engjëjt, melekët do t'u thonë pra besimtarve: paqja qoftë mbi ju. Ju jeni të pastër. Hyni pra në të pra në xhennet përgjithmonë. A ka bekim më të madh pra? Që ne të pritemi pra nga engjëjt, të përgëzohemi dhe të na shoqërojnë për në xhennetin e premtuar nga Allahu fuqiplot, padyshim që jo. Por, kjo pritje madhështore bëhet e mundur kur ne jemi besimtar në këtë jetë, jemi punëmirë në këtë jetë, jemi me plot kuptimin e fjalës, jemi më këmbësit e Allahut në tokë. Allahu është e mira absolute dhe dëshiron për ne që edhe ne të jemi të mirë, të pastër, të devotshëm, të sinqert, me qëllim që ato 8 bekime që përmenda t'i meritojnë në botën tjetër. Nuk ka dyshim se dita e gjykimit është ditë ankthi, shqetësimi dhe pritjeje. Por Allahu do t'i çlirojë besimtarët nga çdo frikë, nga çdo breng, me nderim dhe pritje madhështore që ka përgatitur për ta
është hyrja në xhennet. Në një ajet tjetër, Allahu i madhëruar thot, engjëj do të hynë tek ata në çdo derë, tek besimtarët, pra, duke u thënë, paqja qoftë mbi ju për durimin tuaj. Selamun aleikum bima sabartum, fa ni'ma uqbad dar. Sa përfundimi bukur është ky vendbanim, ka xhenneti. Ky ajet na përsjell të dashur vëllezër dhe motra një mesazh shumë të qartë dhe të fuqishëm, që është dëshmi se durimi në këtë jetë dhe besimi do të shpërblehet me paqë të përhershme në jetën tjetër. Thënia engjëjt do të hyjnë tek ata për besimtarët në çdo derë tregon një nderim të veçantë për besimtarët që kanë duruar provat, padrejtësinë, fatkeqësitë dhe kanë qëndruar të qëndrueshëm, të palëkundur në besim dhe në vepra të mira. Ata nuk do të marrin thjesht një shpërblim, por do të përshëndeten nga engjëjt, duke u thënë paqja qoftë mbi ju për durimin tuaj. E ky është kulmi i nderimit dhe i fisnikrisë. Dhe më pas vjen edhe pohimi sa përfundimi bukur është pra ky vendbanim të xhennetit. Të gjithë të kemi synim për këtë përfundim. Përfundimi i të jetë xhenneti. Por xhenneti arrihet pra me besim, me durim, me punë të mira. Nuk arrihet xhenneti me mashtrim, me vrasje, me gënjeshtra, me vjedhje, me hipokrizi, as edhe një herë. Ky pra vendbanim i fundit është xhenneti, vendi i shpërblimit të përjetshëm. Pra ky ajet që përmenda na mëson se durimi pra nuk është thjesht virtyt moral, por çelës për shpëtimin dhe nderimin tek Allahu. Besimi është drita që na ndriçon jetën, na ndriçon mendjen, na ndriçon zemrën. Sepse Allahu është krijuesi i mendjes, krijuesi i zemrës. Dhe ai kërkon për ne që të mendjen, zemrën, ndërgjegjen t'i majmë gjithmonë të ndritura. Prandaj, le të qëndrojmë të palëkundur, të durojmë me besim dhe të përgatitemi për një shpërblim që ja vlen. Insha Allah, tek Allahu i madhuar pas çdo vështirësie. E lusë Allahun që të na bëj për besimtarve të devotshëm e të sinqertë në këtë jetë dhe për i shpëtuesve nga zjarri i xhehenemit dhe për banorëve të xhennetit në jetën tjetër. Allahu ju ruajt ju, familjet tuaja, kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahu qofshin ju.